Koalicioni arritur ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës duket se do t'i kushtoj shumë shtrejt partisë së drejtuar nga Isa Mustafa. Pas disa dorëheqjeve nëpër disa degë, edhe një degë e LDK-s ka kërkuar anulimin e marrëveshjes. Është kjo dega e LDK-s në kodrën e Trimav, Bastian Ky i LDK-s. Prej nga vjen edhe njëri nga drejtuesit e LDK-s, Ismet Beqiri. Në një njoftim të lëshuar nga kjo degë, kërkon që me njëherë të revokohet nënshkrimi i kësaj marrëveshje. Dega e LDK-s në kodrën e Trimave është kundër koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës. Kërkojmë që nënshkrimi i kësaj marrëveshje të revokohet, thuhet në njoftimin e kësaj dege. Kryetari i PDK-s Hashim Thaçi ka thënë se partia e tij dhe LDK-ja po punojnë për ndërtimin e institucioneve, duke përmendur këtu edhe presidencën. Kjo i bie se marrëveshja PDK-LDK do ta prekë edhe presidencën, rrjedhimisht heqjen e zonjës Jahjaga dhe vendosjen në këtë post të njërit prej liderëve të këtyre partive, e që zakonisht është spekuluar se aty do të vendoset Hashim Thaçi. Sot grupet punuese të PDK-s dhe LDK-s janë takuar për të harmonizuar çështjet programore. Është duke punuar në mënyrë intensive dhe shpresoj se shumë shpejt do të përmbyllet edhe kjo çështje. Gjithçka është e qartë duke u respektuar në plotësi marrëveshja arritur në mes të PDK-s, LDK-s dhe partnerëve minoritar, që do të jenë pjesë e institucioneve të ardhshme, ka deklaruar Thaçi. Paria e Lidhjes Demokratike të Kosovës kërkonte me çdo kusht vizën e Këshillit të Përgjithshëm të partisë për të hyrë në koalicion me Partinë Demokratike të Hashim Thaçit. Në mbledhjen e mbajtur të mërkurën, siç merr vesh Gazeta Blic, disa nga drejtuesit kryesor të LDK-s i kanë kërcënuar anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm që ose të shkohet me PDK-n ose vendi do të shkojë në zgjedhje të reja. Një burim që ka qenë brenda takimit i ka thënë Gazetës Blic se Agim Veliu haptas i ka kërcënuar anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm. Ose do të votoni pro PDK-s, ose do të shkoni në zgjedhje, u ka thënë Agim Veliu anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm. Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma janë bashkuar dhe kanë vendosur që vendit të japin një qeveri të kthimit të shpresës. Qeveria e kthimit të shpresës do të fokusohet në zhvillimin ekonomik, krijimin e vendeve të punës, luftë pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Qeveria do të punojë me ngulm për anëtarësimin e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ne bashkërisht kemi vendosur që Ramush Haradinaj të jetë i nominuar i ynë i përbashkët për kryeministër. Kjo gazet ka arritur që të mësoj edhe emrat e atyre anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm që abstenuan, por që mbajtën fjalim pro koalicionit me PDK-n. Njëri prej tyre është edhe Sabri Hamiti. Numri 2 i përjetshëm i LDK-s, Sabri Hamiti, edhe pse abstenoi gjatë votimit, ai në fjalimin e tij kishte kërkuar që të votohet pro koalicionit me PDK-n. Befasi ka qenë edhe Armend Zemaj, deputeti i LDK-s, edhe pse publikisht deklaroi se LDK është më mirë që të shkojë në opozitë se sa të hyjë në koalicion me PDK-n, ai në Këshillin e Përgjithshëm kërkoi që të votohet koalicioni me PDK-n. Zemaj madje ka mbajtur një fjalim shumë të gjatë ku e mbështeti fuqishëm koalicionin me PDK-n. Gjithnjë sipas këtij burimi, fjalem që ka mbajtur pro koalicionit me PDK-n është edhe Lutfi Haziri, i cili po pretendon të marrë edhe postin e kryeministrit. Lutfi Haziri e ka mbështetur fuqishëm koalicionin me PDK-n dhe kërkoi që të votohet për të, ka thënë burimi në fjalë. Pro koalicionet me PDK-n ishin edhe kryetari i komunës së Pezë, Gazmend Muhaxhiri, ai i komunës së Ferizajt, Muharrem Sfarqa, ai i Lipjanit, Imre Ahmeti, ish ministri i Hashim Thaçit, Sadri Ferati dhe të tjerë me ndikim në LDK. Edhe deputeti Arben Gashi, ndonse mbajti fjalim kundër koalicionit me PDK-n, ai votoi pro këtij koalicioni. Ndërka Steuta Saaqia, edhe pse në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm nuk ka mbajtur fjalim, ajo në kryesi të partisë është mbështetësja më e madhe e koalicionit me PDK-n. Po një gjë mund të them, që në qoftë se PDK-ja ka prit që grupi ynë i deputetëve koalicion, si të kishë dëshirë quaj, do të shformohet, do të ndryshohet, atëre
mendoj që deri me qëtash e ka pa, në që se ka pa duhet të ashe edhe duhet jetë vetëdijshme që ky koalicion është i fuqishëm edhe sa do kohë që të kalon nuk ka shansa që të bëhen ndryshimet në këtë koalicion. Sipas burimeve të gazetës Blitz, të gjithë këta zyrtar të lartë të PDK-s kanë marrë premtime nga Isa Mustafa që do të marrin pozicione të rëndësishme në qeverinë e ardhshme të Kosovës, ndërkaq vetëm 7 anëtar të Këshillit votuan kundër, siç janë Vjosa Osmani, Fatam Peci, Kimete Bytyqi, Gjafer Tahiri, Kujtim Shala, Naim Hajra dhe Haki Imeri. Kryeministri Edi Rama në një konferencë për shtyp ka përshëndetur klasën politike kosovare që i ka dhënë zgjidhje krizës së gjatë politike. Ishte një zgjidhje e përgëzueshme që meriton mbështetjen dhe inkurajimin më të plotë. Më në fund u shfaq një dritë në fund të tunelit, ka deklaruar Rama. Në fjalën e tij, shefi i qeverisë shqiptare është shprehur se Kosovës më shumë se kurrë duhet një shumicë solide, por njëkohësisht edhe një opozitë e fortë. Sfida me të cilat do të përballen institucionet e Kosovës janë të vështira dhe strategjike. Kosovës i duhet një shumicë e re për të përballuar sfidat dhe një opozitë që duhet të imponohet me forcën e argumenteve, ka shtuar Rama. Dje më 20 nëntor, me rastin e ditës së konventës së të drejtave të fëmijëve, kryetari i komunës së Fushë Kosovës Burim Berisha priti në takim nxënësit e shkollës fillore Mihail Grameno, të shoqëruar nga drejtori i kësaj shkolle Ismet Gashi dhe personeli arsimor. Kryetari i komunës përgëzoi nxënësit për suksesin e tyre në mësim, duke i uruar ata për shëndet dhe rezultate edhe më të mira në të ardhmen. Nxënësit kënduan këngë dhe recituan poezi të zgjedhura për këtë ditë që u dedikohet atyre. Përpjekja për të hyrë ilegalisht në Angli për një jetë më të mirë ka shkaktuar vdekjen e 2 të rinjve shqiptar. Një djalë dhe një vajzë kanë humbur jetën në mënyrë tragjike, teksa kamioni me të cilin po udhtonin në mënyrë të fshehur është shkrumuar nga flakët. Nga dyshimet e para, mësohet se zjarri është shkaktuar nga hedhja e një cigare në mënyrë të pakujdesshme, gjë që solli edhe tragjedinë. Lajmi i njoftuar nga mediat franceze përmes fotove dhe videove ka tronditur opinionin publik vendas. Ngjarja ka ndodhur të mërkurën në mbrëmje në kufirin mes Francës dhe Anglisë dhe pavarësisht se kamioni është përfshirë tërësisht nga flakët, viktimat janë identifikuar si shqiptar. Bëhet fjalë për 25 vjeçaren Erinda Kaqori, e cila është me origjinë nga Rësheni. Ajo ndodhej në kamion së bashku me djalin e dajës së të fejuarit dhe po kalonin në mënyrë ilegale drejt Anglisë për t'u bashkuar me të fejuarin e saj, një i ri me origjinë nga Tropoja. Sipas medjave, kamioni drejtohej nga një shtetas polak i cili ishte nisur nga Polonia, ndërsa u përfshi nga flakët në terminalin e tragedheve pranë Dunkigut. Një komunitet që jeton në kufirin në mes të Pakistanit dhe Indisë janë të njohur që jetojnë mesatarisht në mes të 110 deri në 120 vjeç. Vendbanimi i tyre njihet si oaza e rinisë. Populli Hunza janë një popull i vjetër, ndërsa ka prej tyre që pretendojnë se janë pasardhës të Aleksandrit të Madh, ndërsa ka dokumentarë që janë bërë për ta, duke transmetuar vlerësimet se janë më të ngjajshëm me popujt e Ballkanit sesa aziatikët. Për ta thuhet se nuk dinë se çfarë janë sëmundjet, ndërsa mediat botërore thonë se pjesëtarët e këtij populli duken sikur asnjëherë nuk plaken. Edhe për jetëgjatësinë e tyre raportohet shumë, duke thënë se shumica jetojnë mbi 100 vjet, ndërsa ka edhe prej atyre që kanë arritur të jetojnë edhe deri në 140 vjeç. Skuadra e PES e ka mposhtur Sigal Prishtinën me rezultat 87-86 në një ndeshje të jetë dramatike, ku fituesi i ndeshjes u vendos vetëm në sekondat e fundit të takimit. Kjo njëherësh ishte edhe humbja e parë e kampionit në këtë edicion të ETC Superligës së Kosovës në basketboll. Bardhë e Kaltërit e patën edhe një mundësi për ta fituar ndeshjen, kur kishin mbetur vetëm 18 sekonda lojë. Mirë po gjuatjen e fundit e humbi Muhamet Hasani dhe kështu PEA e fitoi ndeshjen me plot merit. Pas kësaj, brenda 5 sekondave, i tërë parketi palesës Karagaçi është mbushur nga tifozë pejan, të cilët festuan së bashku me lojtarët.
Fenomeni brazilian Ronaldo beson se edhe këtë vit trofeu prestigjioz topi i or do të shkojë në sirtarin e Cristiano Ronaldos. Portugezi është favoriti kryesor për të shpallur sërish futbollisti më i mirë i vitit, pas suksesit me Real Madridin në Ligën e Kampionëve dhe në Kupën e Mbretit në sezonin e kaluar. Derisa edhe këtë sezon, forma e tij është mbreslënse, ku ka shënuar 23 gola në 17 paraqitje deri më tani në të gjitha garat. Mendoj se do të shohim një përsëritje dhe Ronaldo do ta fitojë sërish këtë vit. Ai po shënon shumë gola dhe është pjesë e madhe e mënyrës se si luan Real Madridi. Edhe Messi është në formë të mirë, por viti i Cristianos ka qenë për të mbajtur mend. Viti i Messit nuk ka qenë për të mbajtur mend gjatë, ka deklaruar Ronaldo për Sky Sport Italia. Sot në Kosovë mbajti mot me vranësira dhe intervale të shkurtura me diell, ku temperatura gjatë ditës u sollën nga 2 gradë Celsius në mëngjes e deri në 8 gradë Celsius në mesditë. Në vazhdim ju njohim me temperaturat për ditët në vijim.